hadithe thot la tahqaruna min al-ma'rufi shay'an, mos e nënvlerësoni asnjë punë. Domethënë, asnjë punë të mirë, muslimani nuk duhet ta nënvlerësojë, po duhet ta vlerësojmë. Pra profeti alayhis salam na nxit si popull, si musliman, na nxit në vepra të mira. Profeti alayhis salam e ka pa flokët e thij. Ka thonë ja Rasulullah un plake. Ja Rasulullah un plake. Ka thënë profeti alayhis salam vallahi më kam plak një ajet kuranor. Më ka plak një ajet kuranor. Kush është ajo ja Rasulullah, i kanë thënë? Ky ajet kuranor nuk i drejtohet vetëm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por na drejtohet krejt muslimanëve. Madhëroj Allahun derisa ti je gjallë. Nështroj Allahun derisa ti je gjallë. Duj Allahun derisa ti je gjallë. Bëj vepra të mira derisa ti je gjallë. Për veprat të mira që të nderuar, inshallah, sot do të flasim për një temë, siç jeni të njoftuar, për sa i përket disa punëve ose 10 punëve, 10 veprave faktikisht që e ndihmojnë njeriu të hyjë në xhennet. Njëherë do ta bëj një sqarim që ka shumë punë, ka shumë vepra që janë sebeb që njeriu të hyjë në xhennet. Mjafton që vepra të jetë e mirë, qoftë e madhe dhe qoftë e vogël, dhe vepra të jetë e mirë dhe të jetë me niyetën për hir të Allahut xhelle xhelalu, që nëse vepra është me niyetën për hir të Allahut dhe vepra është konform dispozitave të dinit të Allahut, ajo vepër është e pranuar inshallah te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj madhi Zot xhelle xhelalu çka thot në Kur'anin Kerim: "Wa ma taf'alu min khairin tajiduhu inda Allah." Çdo vepër të mirë, çdo punë të mirë që muslimani, besimtari bën, do ta gjetë Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Qoftë edhe vogël ajo vepër, qoftë edhe sa një grimc, kur i madhi Zot xhelle xhelalu thot në Kur'anin Kerim, kush e bën një punë të vogël sa grimca, që nuk shikohet me sy, ama punë e mirë, punë e hajrit, ka me e shikuar Allahu subhanahu azza wa jall. Dhe kundërta, nëse bën një punë të vogël, sa grimca, punë të keqe, dhe ty duket shumë e vogël, ama te Allah azza wa jall është e madhe dhe do ta shikosh thot Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wasalam në hadithe thot la tahqaruna min al-ma'rufi shay'an, mos e nënvlerësoni asnjë punë. Domethënë, asnjë punë të mirë, muslimani nuk duhet ta nënvlerësojë, po duhet ta vlerësojmë. Pra profeti alayhi salatu wasalam na nxit si popull, si musliman, na nxit në vepra të mira. Na nxit në vepra të mira, ashtu siç janë shumë ajete kuranore dhe shumë hadithe pra profeti alayhi salatu wasalam që na e bën me dije se si njeriu duhet jetojë gjithmonë dhe të bëjë vepra të mira. E para gjë, secili prej nesh dëshiron që të hyjë në xhenetin e Allahut subhanahu xhelle xhelal. Atë xhenet që profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, syri i njerit nuk e ka pa, veshi i njerit nuk e ka ndigju, dhe mendja e njeriu nuk mundet ta paramendojë çka ka në xhenet. Ashtu siç i lexojmë ajetet kuranore, kur Allahu subhanahu azza wa jalla na tregon shumë bukur në ajete kuranore për bukurinë e xhenetit, për mirësitë e xhenetit, dhe gjëja më e bukur dhe gjëja më e mirë në xhenet do jetë shikimi në Allahun subhanahu xhelle xhelal. Kur i madhi Zot xhelle xhelalu thot waladejna mazid, dhe kur të hyni në xhenet do t'ju jap edhe diçka më të madhe. Dhe ajo është shikimi te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj thot i madhi Zot xhelle xhelalu në Kur'anin Kerim: "Wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira." A ditë kur njerëzit do të hyjnë inshallah në xhenet, qofshin prej tyre, thot do ketë të fytyra të shndritshme që do shikojnë Allahun subhanahu xhelle xhelal. Xheneti, motrat e mia, vëllezër, është që duhet punosh. Nuk fitohet kollaj. Secili prej nesh, çdo familjar, çdo njeri mundohet punon një muaj për të marrë atë rrogën. Një muaj je lodh. Një muaj ke dal shi, ftoft, nxeft, i lodh. Prap i ke përballu të gjithat mundim. Pse? Sepse shpreson që në fund të muajit unë ta marr një rrogë. Në fund të muajit unë ta marr shpërblimin. Kështu që edhe xheneti don punë. Xheneti don mund. Xheneti don sakrificë. Xheneti don që njerit mundohet me këtë dynja sa më shumë të punoj
dhe të fitoj sevape dhe punë të mira. Krahas atyre punëve që Allahu subhane gjelle gjelalu na ka obligu shumë, që janë ato farzet kryesore se cili prej nesh i din, namazin, agjërimin, zikatin, sadakan, haxhin, umren, këto janë baza, këto janë shtyllat e islamit. Mirë po, si që përmenda në fillim, ne kemi dhe punë tjera, dhe vepra tjera që ndoshta neve i kemi bë, mirë po ndoshta nuk e kemi vënë rëndësinë, dhe ndoshta na duket diçka e vogël, ama te Allahu subhanahu xhelle xhelalu është e madh. Unë inshallah do i përmend disa 10 punë, të cilat nëse ne i bëjmë vazhdimisht, sepse shikoni, puna më e vlefshme dhe puna më e pëlqyeme te Allahu subhanahu azza wa xal është ajo punë e cila është e pakta më e vazhdueshme. Një punë e rrjedhshme. Kjo është e pëlqyeme te Allahu subhanahu azza wa xal. Të falesh, ama të falesh sa ta kesh jetën. Ta agjërosh sa ta kesh nëse ke mundësi. Të japësh zikatin sa ta kesh jetën nëse i plotson ato kushte. Domethënë që puna, veprat e muslimanit janë të dashme, janë të pëlqyeshme te Allahu nëse edhe ato janë të rrjedhshme të një prej shokëve kur e ka pa profeti alayhi salatu wassalam e ka pa flokët e thij. Ka thonë ja Rasulullah unë plake. Ja Rasulullah unë plake. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam vallahi më kam plak një ajet kuranor. Më ka plak një ajet kuranor. Kush është ajo ja Rasulullah i kanë thënë? Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam Allah xhalla xhelalu thot në Kur'anin Kerim u'budillah hatta ya'tika yaqin. Madhëroj Allahun derisa të vi vdekja. Ky ajet kuranor nuk i drejtohet vetëm Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por na drejtohet krejt muslimanëve. Madhëroj Allahun derisa të jesh gjallë. Nështroj Allahun derisa të jesh gjallë. Duj Allahun derisa të jesh gjallë. Bëj vepra të mira derisa të jesh gjallë. Për veprat të mira që na nxit dhe për veprave të mira që janë shkak dhe sebeb që të hyjmë në xhennet, inshallah me lejen e Allahut azza wa xal, sepse njeriu, si thot një prej dietarëve, thot fluturon dhe shkon drejt Allahut me dy krah. Krahu i shpresës dhe krahu i frikës te Allahu subhanahu azza wa xal. Vepra